për veprimet që kanë bërë, nuk besoj që kanë qenë të gjithë në të njëjtin nivel edhe të gjithë kanë bërë të njëjtën gjë gjatë gjithë kësaj kohe, që për të gjithë të kërkohet i njëjti dënim. Pra, edhe në këtë rast ngrihen dyshime, pra, okay, ti po kërkon dënim, po dënim të njëjtë për të gjithë, kur të gjithë nuk kanë pas njëjta funksione si para, si pas luftës. Kjo si përmbledhje, pra një rrumbullakosje. Pikërisht kjo logjik faktikisht do të duhet të shërbej shumë gjykatës dhe ta marr parasysh që një gjë e tillë nuk mund të ndodhë, sepse kurrëherë as në nivelin politik, as në nivelin e zinxhirit komandues ushtarak, përgjegjësitë nuk janë të njëjta. Prandaj nuk mund të kërkohet që të gjithë personat të dënohen me numër të njëjtë të viteve, siç është kërkuar në këtë rast nga prokuroria, por këtu shihet qartë që ka një përpelitje të prokurorisë që në këtë dështimin e përgjithshëm që e ka pësuar në këtë proces, ta mbuloj disi me kërkesa që edhe në këtë rast janë fare të pakuptimta dhe të palogjikshme, përveç se ndoshta për kahana juridike atje mund t'i vlerësoj dikush edhe më mirë. Mirë po edhe ne si laik në aspektin juridik e kuptojmë, duke pasur parasysh edhe përvojat tona, edhe në këtë rast po flas si ushtarak, që në zinxhirin komandues përgjegjësia nuk bjen njësoj tek të gjithë. Ajo ndahet mbi peshën dhe përgjegjësinë që ka individi në atë hall të zinxhirit komandues. Prandaj kjo kërkesë është fare e palogjikshme dhe unë besoj që gjykata nuk do ta marrë parasysh një kërkesë të tillë. Po protesta e radhës është ajo marshimi në 17 shkurt. Si pritet që të mendoni që do të ketë ndonjë ndikim? Pra më ta ku e prisni ndikimin e saj? E prisni brenda në proces apo jashtë struktura ndërkombëtare, ndoshta politika amerikane? Unë besoj që në të dy drejtimet do të ketë një ndikim, për shkak se është më rëndësi që edhe gjykata ta kuptojë që populli i Kosovës qëndron pranë këtyne burrave që atje për 6 vite pothuajse tash në vitin e 6 po qëndrojnë padrejtësisht dhe po kërkohet që të dënohen për diçka që ne konsiderojmë se nuk ka ndodhur, për shkak se nuk kemi pa deri tani që ka ndodhur diçka dhe që ka mund të argumentohet si duhet nga ana e prokurorisë. Prandaj kjo protestë është e mirëseardhë dhe nuk është kjo presion ndaj drejtësisë, por në fakt është një farë ndihmëse drejtësisë duke i dhënë të kuptojë drejtësia që këta njerëz kanë lind prej këtij populli, kanë zhvilluar një luftë bashkë me popullin dhe atë luftë kanë fituar bashkërisht me popullin dhe më vonë edhe me mbështetjen e bashkisë ndërkombëtare, kështu që nëse se këta pas kanë bërë krime, atëherë është në pikpyetje edhe sinqeriteti i bashkisë ndërkombëtare dhe në këtë rast i NATO-s, e cila ka bombarduar Serbinë dhe trupat serbe në atë luftë në favor të vetë këtyre liderëve dhe popullit Kosovës. Prandaj edhe këtu shoh një palogjik dhe jo korrektësi dhe për këtë qëllim unë mendoj që kjo protestë është në interes të procesit, vetë procesit se ndihmon edhe gjykatën për të pasur, nuk është vetëm një palë që akuzon dhe mundohet me dëshmu këto krime, po është edhe palja tjetër e cila dëshmon që këta njerëz kanë luftuar për të mirën e vendit dhe kombit vet. Prandaj shfrytëzoj rastin që t'i ftoj qytetarët e Kosovës që masovikisht ta mbështesin këtë protestë, sepse është interes i vetë Kosovës, sepse me dënimin e këtyre personaliteteve në fakt i vihet një barë rënd edhe vetë shtetit të Kosovës. Ju përmendët shtetin, po Tirana me Prishtinën kanë bërë mjaftueshëm? Unë mendoj që janë bërë disa hapa të gabueshëm, po jo pse kanë pas qëllimin shumë të në raste, po flas, duke menduar që mos t'i ndërhyjnë gjykatës dhe të mos i bëjnë presion qeveritë edhe në Tiranë edhe në Kosovë kanë nejt pa ndërmarrë ndonjë hap në interes të një gjykimi sa më të drejtë, por unë kisha thënë që një përgjegjësi shumë më e madhe i përket qeverisë së Kosovës, e cila
përveç se i ka qytetarë të saj këta që po akuzohen në Hagë atje, ka pas edhe obligim ligjor të përkujdeset për ta, qoftë në mbështetje financiare apo edhe mbështetje juridike në mënyrë që gjykata ta përfundoj punën sa më shpejt dhe në mënyrë sa më korrekte. Mirë po në këtë drejtim, shpeshherë vetëm sa kemi pa përkeqësim të gjendjes dhe situatës së të akuzuarve në Hagë atje, me disa veprime të papjekura dhe të ngutshme të qeverisë së Kosovës, e cila shpeshherë ka dalë edhe si pengesë në financimin e mbrojtjes së tyre,